Pas problematikave të krijuara kryesisht gjatë fundjavës, por jo vetëm, në hyrje të qytetit të Shkodrës, duket se është marrë një masë e cilat do të lehtësojë deri diku edhe trafikun dhe lëvizjen e automjeteve në këtë zonë ku ndodhemi ne në hyrje të qytetit të Shkodrës. Në pamjet pasmeje shihet qartë se pas shëmbjes të një subjekti i cili ka qenë në këtë zonë, është krijuar mundësia një rrugë dytësore që bën lidhjen e drejtuesve të automjeteve me urën e re të bunës pa qenë nevoja që të futen në kryqëzim, duke lehtësuar kështu edhe trafikun e kësaj zone. Kjo zonë është ndër më të vështirat për të lëvizur gjatë sezonit veror për shkak të fluksit të lartë të mjeteve që hyjnë dhe dalin nga qyteti i Shkodrës. Në këtë pikë ku bashkohet edhe fluksi i lëvizjeve nga pika kalimit kufitar në Moriçan, drejtuesit e mjeteve bllokohen për minuta të tëra. Hapja e kësaj rruge dytësore është menduar si një formë lehtësimi të lëvizjeve të automjeteve që i drejtohen pikës turistike të Shirokës, por edhe në Zogaj, po ashtu edhe Moriçanit. Nga vëzhgimi i bërë këtë të premte rezulton se drejtuesit e mjeteve e kanë përkrahur këtë zgjidhje provizore për lehtësimin e trafikut.